Kurani dhe shega. Allahu i madhruar thot: aty në ata të dy ka hurma dhe sheg. Surja Rahman, ajeti 68. Edhe kopshte me hardhi, ullin e sheg të ngjashme, të dukje e të lloj-llojshme në shije. Surja El Enam, ajeti 99. Shega është një pemë gjetherënëse, frytet e secilës kanë një lëng të ëmbël e me aromë të veçantë. Lloji më i mirë i shegës është ajo më e lëngshme e me ngjyrë të kuqe, të fortë e me lëkurë të hollë. Shega përmban një përqindje të lartë të acideve organike si acid citrik, i cili e ul aciditetin e urinës e të gjakut, me të cilën kurohen sëmundjet e përdhesit, cermes dhe realizohet tretja disa gurve në veshka. Përqindja e sheqerit tek shega arrin në 17% përveç vitaminës G, që forcon muret e enëve të gjakut. Në lëvozhgën e lëkurën e shegës ndodhet një substancë kurse që quhet tanin, që shëron barkun. Ajo gjithashtu shëron plagët dhe shiritin e derrit, që i shkakton të semurit dëme të mëdha. Lëngu i shegës shuan etjen, nxit oreksin dhe përmirëson tretjen ushqimore. Ai me sukses përdoret në sëmundjet e lukthit, stomakut dhe të zorrëve, e menjanon helmet e organizmit. Lëngu i shegës i jep freski mendimit të njeriut për shkak të efektit në sistemin nervor. Lëngu i shegës përdoret me sukses për heqjen e njollave dhe rrudhave të fytyrës. Çaji i lëvozhgave të shegës përdoret kundër diarreve, si dhe për luftimin e krimbave parazitare të zorrëve. Rrënja e shegës është përdorur me sukses kundër shiritit të zorrëve. Lulet e shegeve rekomandohen në dhembjet e barkut, në gjakderdhje, në hemoroide, si dhe për gargara kundër entjes së bajameve dhe acarimeve të mishit të dhëmbëve.